CNA ka nisur një tjetër investigim që mund të çojë drejt zbulimit të një skandali në Bashkinë e Tiranës. Prej rreth 6 muajsh CNA është drejtuar me një sër shkresash Bashkisë së Kryeqytetit, ku kërkon informacion për sipërfaqet publike të dhëna për shfrytëzim për evente në sheshet kryesore të Tiranës për vitet 2022, 2023, 2024, 2025, kontratat e reklamave dhe të ardhurat e arkëtuara nga Bashkia e Tiranës. Prej muajsh Bashkia e Tiranës refuzon të japë të dhëna që kërkon CNA, duke mashtruar edhe institucionet se për shkak të një sulmi kibernetik shumica të dhënave nuk janë të rikuperueshme. Pra, Bashkia ka humbur dokumente zyrtare, një tjetër krim ky. Burime zyrtare nga Bashkia e Tiranës i thanë CNA-s se dosjet dhe informacionet që kërkon CNA ndodhen në Bashkinë e Tiranës, pasi ekzistojnë kontrata dhe pagesat e kryera. Në bashki ekziston çdo dokument në kopje fizike të sipërfaqeve publike dhe kontratave të reklamave të viteve 2022, 2023, 2024, 2025. Të njëjtat burime theksuan se këto materiale janë kopjuar dhe po hetohen nga Spaku. CNA zbuloi kompaninë Kuadr.com. CNA i ka shkuar në mëtej investigimit për të hedhur dritë mbi abuzimet që janë kryer me kontratat e dhëna nga Bashkia e Tiranës për kompaninë që organizojnë evente të ndryshme në sheshet kryesore të kryeqytetit, të cilat dyshohet se përdorin një sipërfaqe më të madhe se sa e përcakton kontrata nga Bashkia e Tiranës. CNA zbuloi një nga kompanitë që ka marrë sipërfaqet publike nga Bashkia e Tiranës. Bëhet fjalë për kompaninë Kuadr.com, kompani që merret me evente të mëdha në Shqipëri. Sipas të dhënave në QKB, kjo kompani ka administrator dhe aksioner Aleksandër Çifligun. Kjo kompani është krijuar në vitin 2017 dhe në 6 vite ka realizuar 300 projekte, periudhë gjatë së cilës kryetari i Bashkisë së Tiranës ka qenë Erjon Veliaj. CNA zbulon se ku ndodh abuzimi, duke sjellë një shembull. Të themi se në sheshin Skënderbej, Bashkia e Tiranës i ka dhënë kompanisë Kuadr.com një sipërfaqe prej 5 metra shkatror reklam. Kjo kompani ka një kontratë me Bashkinë e Tiranës për një sipërfaqe të tillë, por në fakt, në realitet ndodhe kundërta. Sipas investigimeve që ka bërë CNA, sipërfaqet e dhëna me qira nga Bashkia e Tiranës në kontrata janë më të vogla se sipërfaqet e tyre në realitet. Me fshehje të dhënave dhe informacioneve nga Bashkia e Tiranës pas kërkesave të CNA-s, dyshohet se kemi të bëjmë me abuzime të mëdha. Për më tepër, ka edhe detaje të tjera që tregojnë se ka një lidhje midis një trekëndëshi që lidh Bashkinë e Tiranës me kompaninë që shfrytëzon sipërfaqe dhe kompaninë reklamuese. Tendakulat shkojnë përtej Kuadr.com dhe mbërrin deri te vëllai i kryebashkiakut Erjon Veliaj, Arber Veliaj, me kompaninë e tij Gokël, që operon në fushën e reklamave, e cila është në hetim nga Spaku, një kompani që u rrit në mënyrë të shpejtë, duke xhiruar miliona pasardhës së Veliajt në krye të Bashkisë së Tiranës. Brenda këtyre sipërfaqeve që merren për zhvillimin e eventeve, shfaqen edhe reklamet e kompanisë Arber Veliajt. Pra, Kuadr.com i merr nga Bashkia e Tiranës dhe në sipërfaqet e reklamave shfaqen klientët e Arber Veliajt. Vetëm se Bashkia mbledh të ardhura shumë herë më të ulta se sa sipërfaqet ku vendosen këto reklama. Merren 5 metër katror me qera, ndërsa faktikisht sipërfaqet e reklamave janë 100 metër. CNA ka siguruar të dhëna se shoqëria Kuadr.com ka qenë vetë kontraktuese direkt me kompanitë reklamuese si One, Vodafone apo kompani të tjera. Më pas, këto reklama kalojnë nga Arber Veliaj dhe jo direkt nga kompania Kuadr.com. Pra, midis Bashkisë dhe kompanisë që merr sipërfaqet me qira, hyn vëllai i kryebashkiakut të Tiranës, Arber Veliaj. Ndërkohë që CNA-s nuk i jepen të dhënat mbi kërkesa prej 6 muajsh, në Bashkinë e Tiranës zullumet nuk ndalen dhe zyrtarët duke se po fshin një aferë. Ajo që rezulton nga investigimi i CNA-s është se shumicën e shesheve kryesore në kryeqytet i ka marrë në administrim shoqëria Kuadr.com për evente të ndryshme. Kuadr.com është lidhur ngushtë me Arber Veliajin, vëllain e kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës, Erjon Veliaj. Njëra dorë lan tjetrën, e të dyja lajnë fytyrën. Kemi një skem ku Bashkia e Tiranës i jep kontratën Kuadr.com duke përcaktuar sipërfaqet minimale që duhet të shfrytëzoj. Kuadr.com shfrytëzon sipërfaqe shumë herë më të mëdha se sa shkruhet në kontratë apo paguon si detyrim, si rrjelloi më pak taksa Bashkisë. Më pas, këto sipërfaqe disa herë më të mëdha se sa kontrata me Bashkinë e Tiranës i vjen në dispozicion Arber Veliajt për të reklamuar klientët që menaxhon. Skema është e qartë. Erjon Veliaj jep kontrata për reklama Kuadr.com, merr sipërfaqet më të mëdha se çfarë përcakton kontrata. Arber Veliaj reklamon klientët. Nga Erjoni tek Arbri me Kuadr.com në mes, që krijon një trekëndësh ku përfituesi kryesor është vëllai i kryebashkiakut dhe shoqëria menaxhuese. Buxheti i bashkisë humb 10 miliona lekë nga të ardhurat që duhej të siguronte prej shfrytëzimit të sipërfaqeve të reklamave. Askush nga zyra e taksave apo policia bashkiake që kanë për detyrë të monitorojnë zbatimin e kontratave në terren nuk kanë parë asgjë. 10 zyrtarë të përfshirë në shpërdorim detyre dhe abuzime taksat e qytetarëve të Tiranës.